Wallahi në Minhen kanë pyet për këtë punë 3 ditë rresht, në të katërën më kam thënë sot është dita e fundit për këtë temë. Deri të shkoj këtu, asnjë pyetje s'guzon më drejtu për këtë punë hiç. Unë jam selefi, edhe ju jeni selefi të gjithë. Të gjithë na jemi selefi. Sepse selefi do të thonë të besosh si sahabët. Selefi do të thonë të jesh në radhën e besimit si Abu Bakri, Omeri, Uthmani, Aliu, shokët e pejgamberit. Prej kësaj kush prej muslimanëve gëzon me kjo. Ata që po thojnë jemi selefi janë diçka tjetër ata. Ata po mbulojnë fjalën selefi me një gjë të thënë. A fjala selefi nuk është turp të thosh unë jam selefi, se selefi është gjenerata e parë. Njerëzit burrat rreth pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Gjenerata e parë. A nuk je interesuar si ata me besuar? Ata kështu kanë nejtë mazdarë në gjami, kanë bisedu për Islamin. Si na sonte. Ata kanë falë taravih si na, ata kanë falë namazin si na. Ne jemi pra selefi, kej. A këta janë një diçka qeter këtë gjemë që po pitë lau, edhe me mbulojnë një emën qeter me emën më të bukur dhe më thëmë në emën selefi. Unë kam thënë, nuk kam parator dhe një pyetje të veçantë deri sa falen njerëzit që janë musliman. Por disa sende që ato po dojnë me ishtrinë e popull, i kam thirrë popullin të kenë kujdes. Njëri prej ative ka thënë, namazin si kese s'ka nevojë me falë më kaza. Runë për këtij babi. Runë për këtij babi, se për kjo është më e madhe. Ata kanë thënë, taravia, fare të reqate dhe u kri puna. Unë kam thënë, taravia i ka reqate sa falen të di haremet, me këtë dhe Medine. Vesh qëllë televizorin, shikjoja, sa reqate për i falaj, aq reqate i ka taravia. Se po i pat ndryshe, në qabe falen ndryshe. Edhe në Medine, të vori pejgamberit aty. Shikjo, sa reqate falen të pejgamberit, imamit, të vori pejgamberit, sa reqate i falaj, aq reqate i kanë taravia. Pastaj, të në gjami, edhe të falësh disa reqate taravia, ose namazin e gjumos, e të dilesh në derë, ati mu në derë, ati të bajsh potere në gjemotit, këto sende nësë mujnë me akceptu. Këto sende në nuk mujnë me i paramentu. Pastaj, kush ven neve dhe në kalzon fejnë dhe në thotë e Buhanifja ka qenë gjahi, me neve ata njerës zinxhirin përbashkët së mujnë me në gjitë. Me neve ata njerës shkanë shansë me bisedu. E Buhanifja ka qenë gjahi. Kush ka qenë gjahi? E Buhanifja ka qenë gjahi. A të tregoj një shka. Unë kam pas qef me qenë një ditur sa që bërë një Buhanifës. Edhe unë për të thomë këta knaqëm. Për të thomë këta knaqëm. E Buhanifja është ai burri i cili ka bisedu me 17 nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i ka marrë sahabët, generata e ditë. Ka qenë xahil? A të tregoj para Buhanifën pak muhabet në pika të shkurta, ta shif sa ka qenë xahile. E Buhanifja ka qenë një mod veçar, një herë, një rast një punë. Ka qenë një mod veçar, hoxha e tij ka pas emrin ka pas emrin Hamad. Hamad ka pas emrin. Ajo Buhanifja në ditë vend në mësim, hoxha e tij kështu. Ajo hoxha e tij kështu. Një kohë katëri nga ka thonë hoxh, se kështu, ka thonë, ku mos bënej të mërzit robir, ka thonë. Kam pa një andër të mradhe santën, ka mërzit fort andra. Ka thonë, që ku më kanë thirë në atë simpoziumin ku janë priftat e krishterizmit kejtë, dhe ato papazat e jaundive dhe të ortodoks në Bagdad. Atje më kanë thirë me bisedu për ekzistencën e Zotit. Ani ka thonë, të jasbja, jo ka thonë ndi. Po ato janë të poshtër, ja rajnë dur një rinjën ato. Ish pa argument ja rajnë dur. Pastaj kur të dalin prej sallës zojnë, ata këshin fitu. Ka thonë e andra, ka thonë shka ke parë në andra. Ka thonë në andra e kam parë një listë të malë, shumë të malë, ka thonë. Një derë në lisë ati, një degë vogël prej lisit i bika ati derë, ka thonë kam parë në andra. Ka thonë e Buhanifja, këtë andrë unë e di që e përë. Një më veçar ka qenë, ka thonë, shfar kuptimi ka qenë? Ka thonë e lisi i madhi e ti. A i derri, asha i papazi madhi atyre. Ajo dega ja mune. Ka thonë, këtë simpozion ka më shku unë nga në tanë. Ka thonë, ti një mëllë veçar, ti, në polemik, në trijes, për mullat, në ndërkomtarë, një mëllë veçar. Ka thonë, po, në ka thonë ka më shku ati. Por më mujtën mu e thojnë e këshin mujt një fmi. Me i mujtë unë e thojnë, kish ka naboni, po me pasava i lisi. Edhe ka shku e Buhanifja, këtë simpozion. A i quni ka shku. Por a i ka shku në i kindi. Jo në sabah, ata të dalë prej sala i ka shku. Kër kam dalë prej sala i kam rrinë ati. I kam thënë ku jeti, ka thënë kërë profesor, ka thënë profesor e shumë temë. Kush jeti, ka thënë e Buhanifja.
Ka thonë, po pse ka tash në të dalë, më ubitis? Ka thonë, po si të vion? Ka thonë, si të vi, erda të lumi forat. A lumi forat pas i rajnë. Erda të lumi forat në gjesë, me psikë, tonë kanë dalë. Në të nishti. Që së ndone? I kanë thanë ato të mëdhaj. Ka thonë, tash ka dole, pra. Tash. Ka thonë, nërë të rritë ati, do të rrasë erdhën për i nërë, ujë për ujë. Do për poshtë. Tash një ujë shkonë kështu, do të rrasë ka nërë për i këne, do për i këne. Që të plej, ka pak i morë një vesh që të plej, diqish. E këto, a më në morë një vesh këto. To së një kuptojnë këllaj, ja? Ka thonë, do të rrasë a vishin për i këne, do për i këne. Një qikic ati dhe, për i këne, edhe do gorda. U banja një vogël para muë, i pa tjilë. I ka thonë e i papazi ma aty. A për shifni këtë muslimanin këtë, delegatin. Kime më dërë se ka nërë do të rrasë për andej, për këndej, janë ba vetë një vogël ka dalë këtanë. Ka thonë e guanitje po, ka thonë ju së besoni për një vogël sa për një fmi, e ju po besoni se këtë të kodra, këtë qije, këtë ije, këtë toka, këtë dete, janë ba vetë shtu. Për një së besoni të vogël sa për një fmi, ka thonë e i papazi atyre. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. A i dërë në lisë që ka pranën sejtën, Allahu Gjelle Gjelalu, se a i ka thonë e kam pa në ndër dërën, u ban njëri bënd të sejtën. Kja është? Këtë ata papaza e kam pranën dinin, ati të shkallë, ati asaj salë. Këtë të gjithë. Kja është e banikja, gjahili. Si pas disa fëmijëve tonë tash të lakë që i kam mësuar të rrot hadise, edhe kanë kapë islamin për bishti. Po e kam mësuar të rrot hadise, edhe kanë dalë mi kallëzu botës e nejnë ato thirës atë krezohën islam. Akidja filonin nuk i banë, këti si banë besimi, ati si banë besimi. Jo, ju kam thonë këtira unë, apo dërri me s'keko islamin ju. Të më shkonin në gjami, ative më janë s'keko islamin që janë mrenda në gjami. Ative shka e jashtë. Që të dërku ishi janë që ati, të si janë zinë ative dhe hinë mrenda, kalzoj se islami është hak. A gjenë në nish, shkonë nish. Sve të zarirë. Po shkonë nish, apo ato bërë muslimar, ati që mi banë gjenet ato. Sta zanurën se kinë gjenet ato. Si bërë muslimar. Shkonë sve të zarirë atje. Zëmi ka zëmë nga e kupit islamin. 314 provime, ma të hollin një faqe për islamin ka më. Po të shkojnë në përshë nga e kupit si banë besimi, besimi si banë akide, si banë akide. Kësë ma të rënë mëra kësë rëvesi. Dhe kësë rëvesi asë për salat kësë banë. Gjuna me të linë të vëlinë, gjuna me të dënë për iftar. Islami së shashtonë, ne nuk e banë këtë punë. Njëri e drejton gjematin që drive në shkatërën. Kjo së përnohën në islam të punë, nuk përnohën në islam të. Në islam e kemi vetëm një obligim, me i radhit muslimanët. Jo me shkatëru ato, me i radhit ata, me i ba ato një trup, që ta duhet një qëtëri njerëzit, ta afrojnë një qëtëri, por jo me shpif një qëtëri. Qa shë? Jam unë e selefi, u shkajmë, shka të ndohë të ati? Po shkajmi na, këto njërë shkajmë këto. Këto kejtë kanë fa la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, me gjunave, si këtë dënjohë, dhe një gjuna, ati kru, edhe shumë të mira, edhe dhe të keqët. Këshirë dhe i falë Allah, insha Allah, mira dhe i shtotë zotit. Kira shkejtë puna.